Unë jam shqiptar nga Kosova, ti ke i shumë fellzonja, apo zonjush. Dhe më thonë, merë me thjera sende. Unë erdha këtu musafir, jam nga Kosova, edhe i prezentova 3 polici deshta me respektu, dhe më thonë, edhe njona, unë dorën, nuk ma dha dorën, dyja ma dha dorën. Zonjë, ku të respektën, dikush i dy dush me respektu. Tha, unë jam muslimane. Oj, zoj, unë jam musliman edhe unë jetoj që 30 vite në Gjermani, edhe unë punoj me uniformë, për një person që të respektot, dush me respektu. Më thonë, këtu jetoj njerëzit mbrapa, po dalë për shetimës, për ta kthej temën. Këtu unë jam shetit në për Tiranë, kum po njerëzit, dhe me thonë, këtu po jetoj ka njerëzit me vitin 97. Dhe me thonë, nuk din shërbim në restoran, nuk din shërbim në kafetine, nuk din shërbim, nuk din më sjell me njerëz. Dhe me thonë, ka njerëz pak të kulturum, mo shumë misa kanë mbet mbrapa. Shqipja Kosovës si thot që ta fjallë, ndesh ka budall, ndesh ka i meqëm, ndesh ka kështu, unë ta flasë realitetin motra jeme. Ju nuk djeni mi kpytur vetëm në Shqipëri apo dhe në Kosovë djeni? Ja, po Kosovën e më Kosovëve në emë është. A nuk janë Shqipëria dhe Kosova një? Po ja ta një, po këtu do më thonë, këtu nuk din më sjell me njerëz, nuk din me i prit njerëzit motra jeme. Policia nuk është se ka pasur... Oj, zoj, njerëzit e tu shqiptar Shqipëri nuk din më sjell me njerëz motra jeme. Nuk din ta bjen kafën, ta gjun, ati tasin as të turdhrani, as falemderit, as ditin e mirë, as dreqi, as shejtoni, as guri. Ku kanë jetu këto njerëz, anë lisa në tokë. Dhe ju mendoni se këtë sjellje e kanë vetëm për faktin se jeni shqiptar i Kosovës? Nuk e di, as kanë mësu, as kanë kulturë, a ku kanë jetu në nuk di, sjelljet i kanë kështu këto njerëz. Pse i kanë kështu nuk di motra jeme, unë nuk di. Shqipja Kosovës ta thot realitetin. Për çfarë keni ardhur në Tiranë? Unë jam marrë në Tiranë me vizitu, mi pa njerëzit si punojnë, si jetojnë, si gjallënojnë, si e kanë jetën, si sillen me njerëz. Këto unë jam marrë që 2 ditë kur në koma jeme që të s'ka me shkel. Kur në koma jeme nuk ka me shkel që to. Jam shumë i prekën unë, shumë i prekën. Unë jam një qytetar, një shqiptar i Kosovës, europian. Unë i flas 3 gjuhë huja. Unë ti flas 3 gjuhë huja. Unë jetoj që 30 vitin në Perëndim. Është e parë që vjen në Shqipëri në Tiranë? Tiranë hera parë lajt ashtë. Për pushime në Bregdet keni qenë? Kam qenë durës, kam qenë ato, veç këtu në Si jeni Tiranë. ndjerë? Atje pak më ndrysh, ama këtu i kom qu dorë për pjetë. Shqipet e mija, më shumë keq u shprej më tre me. Për ju mund tjetë ngarkesa e ditës e një personi? Ja, ne. Dhe me thonë, policia është pasqyrja shtetit, më tre me. Policia është pasqyrja shtetit. Ligje dhe policia në pasqyrja shtetit. Ti ke marrë policë ke qitë në rrugë, nuk din më sjell me njerëz, nuk din më prezentu. Ke marrë njerëz që shtin në kafene, nuk din më prezentu, nuk din më sjell klientët. O, vllai dashtën. Dhe me thonë, jem mbrapa të shku. A të doni ju që Shqipëria dhe i Kosova të bëshin një shtet? Ati më kezon, shumë keq më kezon. Shumë keq më kezon. Dhe me thonë, ti me këtë fjallë më kezon shumë keq. Dhe me thonë, se di që me ta spjegu tash. Ke hes larg, unë e kumbet në mbrapa, tash ti më këthen mu mbrapa apet. Unë du të më këthi tash mbrapa për ti. Po ju mendoni që Kosova është më përpara se Shqipëria? Kosova, a të me të dhënë fjallë, na jene 100 vite para jush. Në çfarë aspekti? Çfarë aspekti? Apo do me sport, apo do me kulturë, apo do me mikpritje, apo do me gjitha. Hajde në Kosovë shiqoj njerëz të misit presin. Hinë në restoran, por rinë në rrugë, hinë që ati këshirë si të presin. Hinë këshirë si të presin. Shko me polici prezentovë si të presin. Këtu dorën, jam muslimone. O i zoj, edhe unë jam musliman. Po unë nuk jam arab. Unë jam musliman, po nuk jam arab. Edhe Kosova ka pak të tekstuar pjesën muslimane të qenë musliman dhe ka për shembull shumë gra që janë me feregje, pra janë me të mbuluar. Zotri, ata janë musliman gabimisht, kanë mjekë rreth e këtu, unë nuk jam ata njerëz. Ata janë në drejtim të arabisë, unë nuk jam arab. Unë jam musliman, dhe me thonë kohën e Turkit, 500 vjetë në ka sundu Turkit, na kena qenë katolik. Dhe me thonë me sundimin e Turkit na kanë bo musliman. Dhe me thonë, gradualisht vinë nga dalë, bo këti popë dhe shqiptar ka katolizmi. Ju thua që jetoni në Gjermani. Atje, keni hasur me shqiptarë të Shqipërisë? Po, kam hasur me shqiptarë të Shqipërisë. Si është marrëdhënia juaj me to? Unë, shqiptarëve Shqipërisë, unë ju kum dimu, shqiptarëve Shqipërisë jakën e kum heke kum vesh, shqiptarëve Shqipërisë ju kum përkëthi,
letra, gjygje, gjithka i kum ndihmu, ma kanë keq përdor ndihmën teme, Shqipës Kosovës. Ma kanë keq përdor. Ndesh toj ka ki i poshtër, ndesh të kërkoj mirë, unë ta flasë realitetin, motra jeme dhe vllai dashtër. Do më thonë, njerëz pa dalën, kur ti, na kejtë, unë s'ku brit për i marë se planetit. Po njeri kur shef del në Evropë, mëson diçka. Rrin me një ditën, mëson diçka. Rri me ju, ndigjoj, shof diçka, mësoj diçka. Unë këtu nuk po shoh për gjë që me marë të mirë. Çka po marë të mirë të jo? Çka unë me marë të mirë që tu? Tregon ti unë po mësona. Thuj ban Javën që. që kaloi në Tiranë mbajt një protestë për krerët e UÇK-s. Po, Edhe pjesëmarrja ishte e madhe, si nga shqiptarë Kosovës, si nga shqiptarë Shqipërisë. A nuk mendoni se kjo është një lloj mbështetje e jona për ju? kjo është një mirëseare për vllazërit shqiptarë që na mbështetin neve, po unë po tregoj Në sinqeritet. momentin që Shqipëria fitoi kundra Serbisë, prap shqiptarët e Kosovës shprehan krenar, shprehan atë dashurinë. Na dëm Ndoshta shpesh kemi rastisur që në rrjetet sociale të lexojmë komente që thonë që Dua Lipa është e Kosovës, nuk është e Shqipërisë. Domethënë, her pas here bëhemi një, her pas here shkëputemi. Dgjoj. Mendoni se kjo është pak mbas interesit? Po Dua Lipa është e Kosovës. Po dhe Po, kombëtarja sinqeritet. Luan Krasniqi është i Kosovës. Gjerdan Shaqira është i Kosovës. Kelmendi Gjuda janë të Kosovës, sportista. Tash të flasim në realitetin. Nuk mundi ju me dalë para neve shqiptarët të Kosovës kur na jeni për para. Apo a gabimisht, ti motra jeme. Po ti dysh me fol realitetin. Na jeni shqiptar një. Po dysh me thonë prej nga jashtë. Unë jam na këtë vëllazër shqiptar këtë, unë jam shqiptar nga Kosova. Edhe jam krenar që i kam njerëz të mi talent. Na kena talent, motra jeme. Kena njohuri. artistët e Kosovës janë më të talentuar sa të Shqipërisë pas jush? Po çka më tregu, ka edhe këto artista, nuk ka edhe nuk po them që ka edhe Kosovës artista, ka edhe këto artista, po Në Big Brotherin e Kosovës, Gjesti u nxorr jashtë. Ndërkohë në Big Brotherin e Shqipërisë fitoi. dëgjoj, Gjesti ai, do thonë, ajo një shumë ke zonë keq në këtë parë pyetje. Do thonë Gjesti është një njerëz, do thonë si thonë në Gjermani Schauspieler. Schauspieler i bën, do thonë si një lojë ban si dishim me ta për thjesht shqip ata. Është një person, do thonë ka të karrierën e vet, po ai personi si e pa temën si i ra shoplok, do thonë nuk e ka bën atë trimëri, se do thonë një vëlla që para studio si qoshi bjen shoplok, nuk ka shtë e thërmnimi, motra jeme. Më thonë ti i ke ra vëllai tanë. Unë jam marrë këtu të motrat e mi të vëllazën të mi me më respektu. Unë nuk jam marrë, unë jam marrë sefte që 2 ditë, unë nuk po shoh mirë këtu të jo. Unë tregom çka është mirë në po mësona. Thuj që Shpjegoj që jemi në një gjak, pra jemi shqiptarë gjithë, por po themi Kosovës janë më të mirë se Shqipëria. Pra, cila ishte ajo periudhë që Kosovës u bën më mirë se ne. Përderisa jemi, po themi rrjedhim, jemi gjak shqiptarë. Këtë e pranoj. dëgjoj vllai dashtër, unë ta jap tash përgjigje. Ish Jugoslavia, para 70 vite, ish Jugoslavia, Tito na ka hap dyrt, na kena dalë na për Evropa. Do të thonë na kena pa Evropën. Kena pa Evropën si Edhe jetojnë. Shqipëria ka hapur dyert. Dëgjoj, Shqipëria ka dalë djerë në për Evropë. Si po ti më trego për Shqipërinë, se ju keni jetu në mbyll. Pa ti po thoj që Tito ishte një e mirë për Kosovën? Tito na ka dhënë drejtën në vitin 68, na ka dhënë flamurin drejtën. Pastaj, domethënë kur hini regjimi i Serbisë, Miloševići, domethënë na mor drejtat gjithë shqiptarëve, na mor shkolla, na mor drejtat dhe na mbylli edhe filloi lufta. Unë po flas për Tito, si na ka hap drejtat. Para 70 vite Tito na ka hap dyrt me dalë në Evropë pa viza. Domethënë shqiptarët e Kosovës janë që 70 vite na për botë. E ju, domethënë pasi dalë para neve. A keni jetu në mbyll Shqipëria? Regjimin e Enver Hoxhës. Sa vjet ka jetu në mbyll? Por në tash po ta bëjnë në pyetje. Sa vjet ka jetu në mbyll shteti shqiptar këto? Pa lëviz hiç. E që sa ju i keni vizat fraj? Apo më mandoni përgjigje. Tash unë juve po Në jepes. shumë raste, kur shumë artistëve të Kosovës i është dashur viza, shteti shqiptar ka dhënë pasaportën e vet. Ka dhënë pasaportë shqiptare. Po i zoj. Marrim shembull një sportist. Emri për momentin nuk më kujtohet, ama para disa muajsh Rama i dha pasaportën shqiptare për të bërë bashkuar Juventusit. Po s'kam edhe Roma, unë kam pasaportën e Kosovës, kam letrat e Gjermanisë, me pasaportë Kosovës në shkoj ka du në për Evropë pa viza. Jo, po për të tjerë qytetarë. Unë nuk e kam dëgjuar çata. Domethënë shqiptarët e Kosovës kanë gjitha Nëse nesër mbajt referendum për të bashkuar Shqipëria me Kosovë. Ti si do votosh? Dgjoj, unë jam për bashkimin kombëtar. Pa dyshim, domethënë 100%, se edhe pse domethënë si thon pyll pa derë nuk ka,
Edhe pse, domethënë, dhe Në njerëz këtë rast jemi derrat ne. Ja, ndeshme të ja, mos më keq kuptoj vllai dashur. Edhe në Kosovë ka asë njerëz që nuk sillen mirë. Nuk po thamë që na perfekt, mos e keq kuptoj se unë tregon u prek atë, kur s'ma dha dorën. Dy zoja të ma dhan, ajo s'ma dha. Po ju patët kritika ndaj policisë, patët kritika ndaj shërbimit, patët kritika ndaj, po themi, shqiptarëve që i kanë ndihmuar, s'ma kanë kthyer mbrapa. Pra s'është se patët kritika vetëm për një gjë të vogël, patët kritika pothuajse për gjithë shqiptarët. Shumë. Po pse bani ju kështu? Përse ju kur një njeri të ndihmon të afron gjitha të ndihmon në Evropë, për kthen ndihmon, pse ti ma keq përdor temën kur ti ndihmojnë? Pse për shembull ma keq përdor? Ose ka qenë rast i izoluar, se përgjithsisht shqiptarët për mikpritjen një. Do thonë, ndoshta ju keni takuar 2-3 njerëz kaq qelluar që s'kan qenë aq mirë sa Ti shkon një dy, po shumë pa qellu mua atje pra. Ken shumë ata, një përkthim me orë dhe viketonë më thërke, me përkthi gjermanisht, molën gjyq, molën me përkthi letrat, molën në shkollë me qoftë fëmijë, me regjistru, molën në kindergarten me qoftë fëmijë zotëri. Shumë u bon. Ti mos ma keq përdor vllai dashur. shikon në luftën e Kosovës shqiptarët hapën dyert me vetëre nga Kosova. Dhe i kanë strehuar, kanë ne të ngushtë në shtëpinë e vet dhe kanë marrë nga 7 vetat të Kosovës. Pra nuk kemi aq zi sa na bërë, a? O zotëri, na e dim shqiptarët e Kosovës që Shqipëria la ka hap dyert vllazën tonë. Unë e di këtë kohë. Edhe kur të bon në Shqipëri dridhja tokës, rrëmuja, edhe na erdhën kamionet 5 vizit për Kosovës, Po jo portë vetëm erdhën nga këto. Kosova, erdhën nga shumë vende të tjera që ndihmuan Shqipërinë kur ishte tërmeti. Brava qoftë. Ashtu, 1-1. Ki thot kështu ju kina ndihmu. Do më thonë ti na ke ndihmu, faleminderit, ma ke hap derë. Po thonë të kum ndihmu ti. Po ne nuk po themi që ju një të këshin. Ju Ne po s'kemi thoni që ne brejtje jemi ndaj të ju, çka kupton? Mu unë më konë të arë këtu me bus, edhe më kara rasti. Jo më konë të folë me një dizoja, po të tregoj qëtë rast. U lemru një person pa folën me ta. Tha, pre nga jetë është nga Kosova. Tha, ju shqiptarët e Kosovës ta jeni besprem. Dëshirë, më shumë 60 vjetë. Thash, si? Tha, jeni shqiptarët e Kosovës besprem. Pse më vllai dashur thash, 3 miliard shqiptarë të Kosovës, si është e mundur më konë të këqi? Janë 1, 2, 3, 10, hajde 100, hajde 1 milion për i bajtë këqi. Ama jo 2 milionë diçka. Dhe me thonë, ju kina majtë. Zotëri, a ke majtë një person më nëna, a ke thonë t'i bukë, jo, hez vllai dashur. Hez, se ku t'ja bukën nuk ka përmeni dikuj. Ti edhe s'ke majtë apo të bon shkrenar. I ke majtë ti, i ke majtë ke zoja. E në qovë se unë s'ko majtë nuk flasë asë gjo. Rri qetë. A kështu më vllai dashur. S'kum ndihmu, s'kum marrë familje, s'flas hiq. Ti edhe s'kin ndihmu, edhe kina marrë na kina shtim rana. Kosovarët besprem. Zotni, shqiptarët e Kosovës e dojnë Shqipërinë ma adhetar janë se gjitha njerëz. Në bashkë bisedim me po themi të Kosovës për shokët e tu, miqtë e tu, a e dajnë t'jipin mendim ndaj nesh? Dëgjoj Shqipe vllai dashur. Unë nuk muj me dhon ti përgjigje për njerëz të tjerë çka mendojnë. Jo po them, a është si shqetësim që ne jemi kështu, kupton? Unë prek në unë shumë jam prek, vllai dashur, mu po më qon flok për pjesë. Unë nuk kam qef me po vllazit e mi, motrat e mia kështu të mjerushëm. Nuk duan kështu me po popullin tem. Unë du me po një polici moderne, me po elegancë, du me po njerëz të mi të kënaqën. Du me shku në kape me mprit si njeri, jo me shku në kape me ma gjutaset, nuk jam qenën e. Nuk jam lob, vllai dashur. Për shembull që njëra nga policët nuk u dha dorën, ama dy të tjerat u dhan dorën. Po, pse ato dy tjerat zonjet kulturume, kjo jam muslimane, o i zoj thash. Pra s'ka të bëj me shqiptar, ka të bëj me fen, apo? O, Shqipe, edhe unë jam musliman, o vllai dashur. Unë jam musliman, por nuk jam arab. Ka lloj, po themi, thellësie në muslimanitë. O zotëri, Ti je pak më unë që 30 vjenë në Evropë, unë jam musliman, po jam evropian. Unë nuk hesi 20 metra para, mi shku gruja mas burri si qenë. Unë nuk jam arab, vllai dashur. Unë jam shqiptar, evropian jam. Unë jam të gruja tolerancë, respekt, ketë kina motra, ketë kina gra. Një person që nuk e respekton një gru, ai burr nuk ashtë. Vetë jam burr. Një burr që nuk e respekton një gru, ai burr nuk ashtë. Një burr që përdor dhunë ndaj grus, ndaj familjes, ai burr nuk ashtë. Ke në Kosovë, ke këtu, ke Kosovë. Unë flasë kështu mendimi, unë kështu flasë. Çfarë mesazhi keni për shqiptarët? S'kam me thonë, zoti i ru shqiptarët, ku janë kus janë, Allah i Një këshill për ta? hiç s'kam këshilla, unë mu që të kurzëri.
Unë sa tash po iki pe marqontën, koma eme nuk e shkel këtë tokë mo. Kur? Kur mos toj kur. Kur? Një gjo këtë thamë në, ti nuk e një kokën teme. Unë kur thamë kur edhe vdes, në vëlla me pas ku t'ja largoj shpinën edhe të unë e ashtu, kokën e kam kështone. Të unë e kështu, zëtri. Ndoshta ndryshojmë, Çka me ndryshu, shok? po njeriu ndryshon nuk. Çka me ndryshu, s'ka kulturë, hinë kafe, veç të këshirë. Ta bjen kohë të shën që ati. Dhe më thonë, nuk e ka atë kulturën e njerëzimit si mos sjell me klienta. Dhe më thonë, këtu është, dhe më thonë, kultura është Ndoshta bro. mund përmirësohemi në një të ardhmen dhe ti je prapë i mirëpritur. Po si më përmisu për lloj dashtër, nuk muj me hiu në mi mësu njerëzit në për restorane sillu kështu për ti njerëz. Nuk kam këto rregulla, nuk kam tjera rregulla kam, kupton. Unë kam, domethënë, mendimet e mia, unë po shoh. Unë nuk muj me thonë çka s'është, unë them çka është, unë çka kum po. Unë e kum përsit kapuçinën, makiatën e kum pagu, ja kum lanë ditën e mirë zotëri. Kalosh mirë, e nëse është i mençur ai, e shef pse e kum lënë, do të më kuptu vetë. Kjo ka ndodhur në disa lokale apo Këtu në për lokale, ku vi në aty. disa apo vetëm në një? Me një lokale aty edhe si unë e morë, tash e marçontën edhe heci. Ndoshta nuk ka qenë personalisht me ju, ndoshta ka qenë ai lokal, nëse provon një tjetër. Si në rastin e policëve që ishin 2 polica që u dhan dorën, ashtu edhe shërbimi. Nuk janë që shërbimet edhe në Kosovë, edhe në vende të tjera ka shërbim që dhe për të dëshiruar. Ashtu edhe në Shqipëri. Zoj, policët e Kosovës, unë e kam familjen në policitë të Kosovës, kam shok në policitë të Kosovës. Policët e Kosovës janë disiplinuar dhe shkolluar 1 milion herë më atë, din mos sjell me njerëz. Unë vëlla me pas nuk e mbroj as nuk i tham kështu. Po flas për njerëz të mi. Po flas. Këto e përshëndet dorën zemër. Unë nuk jam arab. Ato di zohet po, kjo jo. Jo, unë jam muslimone, po i zoj, i thash. Edhe unë jam musliman. Po arabi e ka kulturën që femna nuk jep dorën burrit. Unë nuk jetoj në Arabi. E që se jam shtetë arab këtu më tregon, këtu ka edhe i groj, qështu selam aleikum, aleikum selam, edhe do me thonë atë si janë ato, nuk kam ku më marrë me këtë sema.